Ja, kjo është situata. Rruga Shkëndija Lakës. Kjo është situata e rrjetit. Ja, që e gjeni e. Nëse shesh Shqipërinë vetëm në kopshti e Denit 4 milion euro në kryeministri, mund t'i besosh fjalët e Edi Ramës se Shqipëria është gati për të hyrë në Bashkimin Evropian. Madje paqa në ato oaz të nxit të besosh fjalët e kryeministrit, se vendi ynë ka përmbushur 3 kushtet për të qenë pjesë e familjes së zhvilluar europiane. Por disa skeptik të pantrejshëm në Bruksel nuk duan të shohin realitetin e artë në Shqipëri. Në redaksinë e BoardNews.al ka mbërritur një video e xhiruar në mënyrë amatore nga një qytetar. Cilësia e filmimit është larg teknologjisë së lartë të propagandës qeveritare, por është e vërteta lakuriçe e realitetit shqiptar. Rruga Shkëndija, nëse me të vërtetë mund të quhet rrugë, është një vijë e gjatë, e mbushur me gropa me ujë, vetëm pak metra larg rrugës kryesore të aeroportit. Në të dyja krahët e saj që quhet rrugë, janë të varur në mënyrë skandaloze telat që përcjellin energji elektrike. Ata përcjellës të rrezikshëm mbahen në fije të perit nga disa hunj që luajnë rolin e shtyllave. Qytetari denoncues me të drejtë ngre alarmin se gjendja e asaj rruge dhe ato tela elektrik të lënë në mështirë të fatit janë një rrezik serioz për jetën e banorëve të zonës. I shqetësuar në kulm për situatën në rrugën Shkëndija, qytetari nga Laknasi thotë se ka njoftuar shpesh autoritetet vendore të përmirësojnë gjendjen, por sidomos për të shmangur aksidente tragjike me hunj të shtyllat të elektrikut. Apelet kanë rënë në vesh të shurdhët, madje për qeverinë dhe autoritetet vendore do të kishte qenë më mirë që ajo rrugë të mos ekzistonte as formalisht, sepse ajo prish dekorin e vështruar nga kopshti i Edenit.